kur erdhi Zelenski në pushtet... Ishte dalja e telefonatës së famshme. Po, telefonata ka një mesazh brenda. Jo, vazhdo. Pra Trump ishte president prej 3 vitesh. Dhe po shkonte në vitin e 4. Dhe Trump gjendet në akuzën pra nga Zelenski, nga nacionalizmi i Ukrainës e tjerë, se është pro-rus e tjerë. Dhe ai thot, telefonon dhe në momentin që bëjnë urimet e tjerë, thot, shiko, ka 2 gjëra. Para një, unë nuk jam pro-rus. Por këtu kush ka bërë biznes me rusët, është djali Bidenit në Ukrainë. Hunter Biden. Dhe një pjesë e ju e ka ndihmuar. Kjo ka qenë historia që u bë skandali, që ju dënu pastrim parashe, gjithë to gjërat e tjera. Dhe presidenti Zelenski zgjodhi të ndihmojë krahun demokrat kundër Trumpit, që ra Trumpi nga pushteti. Pra që ka një marrëdhënie problematike e kanë pas gjithmonë. Por që tani presidenti i Amerikës në kushtet kur bota ka ndryshuar dhe po ndryshon me ritme shumë shpejta, se kompanitë amerikane ndërkohë e morën kanalin e Panamas, pa çuar ushtria Amerika. Nuk dija je ndjeni sa gjë. Po? Kompanitë amerikane kanalin e Panamas e rimorën. Pra, Amerika do të marrë ato që i takojnë dhe do të rikthej performancën e saj ekonomike, sepse po mos kishte qenë kriza... E di që ka një tendencë, apo një intencë, por akoma nuk ka diçka oficiale, po. Jo, e morën kompanitë amerikane shkuan e morën menaxhimin e kanalit Panamas. E qartë. Pra, çështja është që ky zotëria i thot Zelenski, dakor ti ke prioritetet e tua, po mbi gjitha kam unë prioritetet e mia. Dhe me që unë jam kryesori, dhe me që lufta kushton, pra për te faktit që janë vrarë gati 1 milion njerëz nga të dyja palët, nga 2014 deri sot, se konflikti ka filluar që në 2014. Kemi një kosto reale. Dhe këtë kosto kush e paguan? Dhe aty vjet gishti ku i dhënë gjithë tek kostoja ekonomike. Por ka një problem e lirë. Ndaj shkojnë në Arabi Saudite. Ka një problem edhe është ndoshta edhe jo, vazhdo, të lutem. Mbarova. Ka një problem. Të gjithë flasin për interesat e tyre, por pak përmendan interesat e popullit ukrainez apo të Ukrainës vetë. Ku qëndron Ukraina me interesat e veta këtu? A duhet dëgjohen edhe ata se çfarë mendimi kanë, se si ta zgjidhin problemin me Rusinë? Me që janë vrarë 1 milion rusë dhe Ukrainës. Të gjithë duan t'i zhvatin, të gjithë duan t'i marrin. Të gjithë flasin për mineralet e rralla. Ku është Ukraina? Po flet si ultrakomunistën. Jetojmë në epokën e kapitalizmit dhe është normale që shtetet kenë interesa. Shumë normale kjo gjë. Në rregull. Tani pyeta ku qëndron Ukraina? Tani të jap një Ukrainës që qëndron në faktin që nuk do vritet me Ukrainën, që do ketë zhvillim ekonomik, që do bën infrastruktura, gjithë këto gjëra. Prit tani. Jemi në pikën që ky zotëria që është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk po e le vetëm Ukrainën. Po i thotë që ato territore që ty ti ka marrë Rusia, do t'i marrë unë me ekonomi, do t'i blej bashkë me Arabinë Saudite, që të zhvilloj ekonominë, se ti nuk ke më mundësi që t'i marrësh, do t'ushtarakisht. Dhe jemi në pikën që ky zotëria që është edhe fuqia më e madhe bërthamore, ka një të drejtë, bashkë me tjetrin, që është shteti më i madh dhe ai tjetër fuqia më e madhe bërthamore, ka një drejtë që thotë, okej, po hymë në një luftë bërthamore, çfarë do t'i ndodhi planetit? 1 milion Ukrainës do jenë dhe Rusë do jenë asgjë para asaj që do jenë miliarda njerëz të vrarë nëpër botë. Kështu që duhet t'i peshojmë gjërat. Ti thua që po janë mineralet të zhdrithi. Kështu ka qenë gjithmonë, kështu ka qenë edhe më përpara me vetë. Kështu ka qenë edhe në kohën e Bashkimit Sovjetik, gjithmonë